Mbi 19.500 zënës u nënshtruan afatit të parë të testit të maturës shtetërore në 152 qendra të testimit në të gjithë vendin. Testi, i cili ka filluar në ora 10, u administrua nga 1360 administrues dhe 750 kryetarë antarë të komisioneve. Testi u mbajt edhe në gjimnazin shoqëror Ahmet Gashi në kryeqytet. Aktualisht i kemi 9 klasë, që janë ka 15 nënsa, i kemi të shkollave të ndryshme të Prishtinës. Nuk është të shkollës tonë ka mas paku që janë këtu, janë gjitha shkollave tjera, 13 shkollat mesme të Prishtinës janë vendosur këtu. Jam përgatit paka shumë, jo shumë se kom stresu vetën, pasi që testi arrëqëmëris nuk u kohën qaqë i vështirë. Kom menu që veç me i dhonë stres vetës, nuk kom më shërby që me ditë diçka ma shumë kur t'hin test këtë. Me kalu mi bo një 80 pikë, po shpresujmë, po mundumi. Edhe në gjimnazin Sami Frashëri, para testit nxënësit kishin ardhur e prisnin orën 10 për t'u futur në klasa. Jena përgatitës, sholla për kalojmë. Pakur pas përfundimit të provimit, për mbarvajtjen e gjithë procesit foli Fatmir Elezi nga Ministria e Arsimit, i cili tha se procesi ka shkuar mirë, derisa përmendi disa raste të përjashtimit për shkak të posedimit të telefonit. Këtë vit edhe vonesat administratorit kemi vrejë se nuk ka pasur. Kemi pasur në Prishtinë 2-3 qendra ku administratorët e kanë gabuar qendrën e testimit, do të thotë nuk kanë shkuar qendrat përkatëse. Mirë po kanë qenë administratorët planifikuar, kështu që procesi ka filluar me kohë dhe nuk ka pas vonesa të komisionerëve apo të administratorëve. Procesi ka përfunduar me sukses dhe tani priten kthimi i materialeve në qendër dhe fillimi i leximit të fletë përgjigje. Ky test është zhvilluar brenda një dite për të gjitha lëndet dhe për të gjithë kandidatët. Përderisa përmban 100 kërkesa, përkatësisht nga 25 kërkesa për secilën prej 4 lëndeve: gjuhën amtare, angleze, matematikën dhe një lëndë zgjedhore të përzgjedhur nga vetë kandidati apo kandidatja.